Melisa Leshi, mirë se erdhe. Minimalisht një klip minimal fare, mund të shkoj tek Me Morca Muhametin. Ditë të them që e kam falur vetëm një herë. Kam flirtuar me dikë thjesht për të kaluar kohën. Seks në makinë dhe ajo video kishte qenë 2 brazilian. Të ftojnë vitin tjetër, përgjigja e Melisës është po apo jo? Që të them që nuk më kanë lejuar të dal me dikë. Çfarë ndodhi me Cindy Locin? Thoshte unë të di shumë më shumë gjëra se partneri që ke në krah. Mendoj që në atë moment u bëra ca agresive jashtë kamerave. Tani po bim do demi Si fare. jam kaljente unë tani. Ti si e bërë për ujtë ftohtë deri tani se për Unë limon. jam bërë, po s'po ja vetë. Të thoj, e kam kontaktuar, por s'm ka marrë fare përgjigje, domethënë. Yeah, do you know her? Yeah. Ne nuk duhet të çojmë këngëtarë klabesh në Eurovision. Është 5.000 euro një flak në Eurovision. Ke emocione. Vlera thuhet që ka arritur deri në 150.000 euro. Sa e vërtetë është kjo? Këtë minutë këtë qas në paranoja. Pasi ju të ilbetë duket bota. Me bëri për stimulans. Kurse me arrogancë dhe sot e ravan që s'prishet koha. Fundova në nuk kur s'mu tha goja. Imagjinoj një minutë pa ushtar, pa jetima, si shishe në oqeana, si vjenera jarga bandini në fjallë, s'ta mëson shkolla. Hopa! Gëzor gjithë! Gaz! Publiku në sallë! Po që ka vërtet kësë që ka ujë? E nisëm me shkodrën elektronike sepse jemi në ditët e Eurovisionit apo jo njerëz? Po, jemi shumë të emocionuar. Jemi shumë të emocionuar për pjesëmarrjen e Shkodrës, duke qenë se ka bërë një zhurmë shumë të madhe këtë vit, si asnjë pjesëmarrës tjetër. Po, Kosjan dhe është e preferuara e fansave në Vivi Blogs, ka dalë e para dhe pretendentja kryesore për të fituar këtë çmim. Po, jemi shumë excited, por në qoftë se keni vënë re një djalë të çuditshëm dhe një fytyrë të panjohur në emision, ai është i pari, i fundit dhe i vetmi. Mastermindi që fshihet pas videove të Lavilës. Është një fan si çmendur e Eurovisionit. Dhe i what the fuss, Dhe i what the fuss, dhe na u lut që të vinte këtu. Desart Mera! Desi Lavilës. Nëse ju gjeta o programi më i mirë i Andales. Absolutisht që po. Dhe O programi më i mirë. Unë do ta them publikisht, pra neve kemi ftuar në emision djalin që nuk na nxjerr as pak te Lavila. Sa video të na japësh Sa tani? video 10 video, lek pastaj u jap. Tani që t'ja shpjegojmë pak njerëzve sepse Desardi ndodhet tu sonte. pse? Është personi që e njeh më mirë Eurovisionin dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë. Kështu që kalojmë direkt te pika e parë që do flasim për 5 pjesëmarrjet më të suksesshme të Eurovisionit. Vendin e parë, në përfaqësim me idenë që ne kemi pasur gjatë gjithë viteve nga 2004 deri në 2025, ka qenë Ana Shlio me sos. E meriton të e beson? meriton. E kap dot notën e kokës? Se Desi Se Desi Me lerni të përfundoj. Kërseja fansave. Ka vendin e 5. Pastaj vendi i dytë është Anjeza Shahini, që është pak turp. 2004, po është vendi i dytë pjesëmarrja e 2004, parë, po është pjesëmarrja e parë e Shqipërisë. Vendi i dytë dytë, vendi i dytë më i suksesshëm nga gjithë që kemi çuar se Super. Po super për Se ti prisje që të godisnim që me të parën e? Lëvizje me vitet, modernizimi e gjitha, mund të kishim zënë edhe më të mirë. Ai po thotë që e para është renditur më lart nga gjitha këto të kemi qenë fundit. 2004 që marrim pjesë zëmë dhe nuk kemi kap zëm Anjeza Shahini që ka kap vendin e 7. Pastaj vjen Eugen Bushpepa. Absolutisht. Ajo ishte super këngë. super. Në vendin e Në vendin e 4 është Juliana Pasha. Me It's all about you, the things that I do, the rest of the world don't understand me. It's all about everything that I do. Në Nikolas Në vendin e 5 Ledina Çelo. Në 2005-ën. Ka qenë pjesëmarrja jonë e dytë, po nuk është se më ka pëlqyer shumë fakt. E çuditshme që Ishte është. një element sa ato me daullën. Okej, po, folklorike. Diferencon se vendin e 16 ka zënë Ledina Çelo. Pastaj Kështu që dobët. pastaj vendi 17 kemi pas Casey Tolen, kemi pas Elajda Danin, Elajda Danin që Olta Bokën. Ne kemi preferuar vendin e 17. Po mbreti shqiptarëve në çfarë vendi ka qenë?
Së kualifiku. Je Luani, për së kualifiku. Dhe sepse mendon që pas kaq shumë vitesh ende nuk kemi një këngë ose një përfaqësim të Shqipërisë vitet e fundit që të hyjë në top 5 e këngëve të renditura më mirë. Pse kemi ngel ende në vitet 2000? Audienca në fakt është lodhur duke parë gjithmonë përfaqësime nga Shqipëria si Unita Maliqi, Angela Perister, të cilat i klasifikojnë si gra që vetëm bërtasin. Ato i kanë qarë këngët që kanë dërguar, po thjesht njerëzit janë lodhur duke i parë dhe kur çon për shembull zëm Gën Bushpepa me Mallin që është vokaliste më i mirë në Shqipëri. Njerëzit pan diçka më ndryshe se mos. Po mirë, kemi pasur dhe Ronela Ajatin e cila na përfaqësoi me një këngë ritmike, kërcim edhe me elemente folklorike, por nuk u kualifikua. Po mos flasim fare për Ronela. Nuk u kualifikua Kostian dhe ti hidhu përpjet nga mëngjesi darkë. Ti kishe më fal, meqense donim te Ronela, ti ke pasur dhe Aurela Gaçën në 2011 që ishte një këngë. Po nuk ishte këngë ritmike. Ishte një këngë rock. Po. Okej, që përngjasonte me Tina Turner dhe prapë nuk u kualifikua. Po nuk ka rëndësi sa vlerësohet nga fansa është gjë tjetër. Por që si performancë Aurela Gaçë e qau, edhe vokalisht, edhe performancë, pastaj nuk vlerësohet se ka këngë më të mira punë për Eurovision. Çfarë shkoi keq me Ronelën? Ronela është skandaloze. Unë e adhuroj si artiste, më pëlqen shumë tip karizmatike, por thjesht në Eurovision ishte skandal. Që nga veshja, që nga, do të thon po të kishte mbajtur atë lloj vibe të errët, që kishte në festival, mund të kishte e zon kaluar. Ronela ka diçka, stonon shumë live, edhe pse performanca kishte investuar goxha në performancë, pra kishte marr Claudia Pepën, balerinët italian, stonojnë në zë. Dhe zëri është element shumë i rëndësishëm. Dalin te pjesat që thjesht ne nuk duhet të çojmë këngëtare klabesh në Eurovision. E ofendoj me këtë. Nuk duhen çuar, jo. Një këngëtare klabesh si punar, jo, është çfarë rregulli? Ku jash ky rregull? Çfarë perceptoj unë? Çka kush duhen çuar? Është me ligj që nuk duhen çuar. Kështu e perceptoj unë. Një këngëtare i cila është vetëm për klubet, për entertainment, nuk është për Eurovision. Vokalisht, një sekond. Po Spanja është automatikisht në finale, nuk më intereson fare. Okej, po të marr rastin e Kipros me Eleni Furerën, e cila është një këngëtare buzuqesh, këndon në buzuqe greke. Po që e mbrojti këngën. Me një super performancë. Bëri këngën. Performancë të dejmë, pra aty po thotë ai, këndoi mirë. Jo, se thot nuk duhet të çojmë këngëtar klabesh, pra vetëm klabesh e kanë nësin si këngëtar klabesh që nuk kanë vokal, nuk janë vokaliste. Eleni Furera e mbrojti këngën, e mbajti performancën e gjitha. Ronela skandalizoi komplet. Unë të jap të drejtë fakti që thua që të kishte mbajtur performancën që bëri në festival, do ishte shumë herë më mirë. Ai është dhe mendimi im, po ta thuash skandaloze kur dhe ajo ka bërë një bujë shumë të madhe. Pati edhe shumë sukses dhe u ftuar në disa koncerte. Bravo i shoh. Ka qenë sepse siç unë mendoj që o do Ronela që të dalë të dilte sa më mirë ose donte njëri vet ajo. Gjithë artistët të duan Kristian. Ndërkohë Ronela pati edhe një problem shumë të madh që të dalim pak dhe te problematikat që ne kemi hasur përgjatë Eurovisionit. Ronela u sulmua shumë për shkak të performancës dhe veshjes dhe u konsiderua si seksiste. Gjë që ishte komplet pa vend, sepse unë të kujtoj ty performancën e Polonis në 2011 në diçka e tillë kur vajzat ishin me atë dy begun dhe ke urdhë 2014 ato goca që bën po 2014 fal po ishte Polanda apo jo Polonia ka pas disa momente pra ka pas disa momente ka qenë Finlanda në 2023 në 2024 që ai ka dalë nudo pra ka qenë komplet e pa vend fakti që ata i çojnë në performancën e Ronelës seksiste por përveç Ronelës ka qenë dhe Eugen Bushpepa të cilit ju ndalua transmetimi për shkak të tatuazheve të tij që kishte dhe anëtarët e tij të grupit dhe u ndalua të transmetohej performanca në kin për këtë. Kemi pas disa momente të tilla ne. Disa momente skandaloze vesh. Ju kujtohet edhe anglishtja e Jonidës, Dorata ju ka Dorata ju ka drejtë. A do të bëj psikopati? O si thon, tu improve. A Neda jo, Dorata si e ka? Ju ka drejtë. Po kënga e Luizit që shpërtheu kur ai shkoi në Big dhe jo kur ai arriti 1 milionshin kur ishte në Big. Po sepse vetmja gjë që mund ta lidhin Luizin ishte thjesht pjesëmarrja e tij në Eurovision, sepse Luizi ishte i harruar. E vërtet, si artist ishte i harruar. Dhe vetmja gjë u dal ta shohun këtë një këngë me Uliana Pashën. Por që Luizi ka fituar këngë magjik me Juliana Pashën, ka fituar Ethet të Sëpremtes, ka fituar Big Brother, ka marrë pjesë në Eurovision. Po pra, por që kjo i bën që njerëzit e zën ta ngrejnë si figurë në piedestal. E ngriti Big Brother, por njerëzit e mendojnë që ai ka fituar gjithmonë. Por gjithsesi, unë mendoj që zhurma më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë për Eurovisionin dhe për Shqipërinë
ka qenë ajo në 2019, kur po mbaj festivali i RTS-s. Në prezantim ishte Alketa, në regji ishte Vera Karboska, faleminderit Vera. E marrja, Thank you Vera, po si thank you Beyoncé Vera. Përballë ishin Elvana Gjata, diva e muzikës pop. Arilena Ara, princesha e muzikës pop. Të gjithë ishin me Elvanën, klikimet ishin anën e saj, vathët, performanca, balerinët, ku dëgjoj kudo në Shqipëri. Por se çfarë ndodhi? Alketa madje e kishte ndarë mendjen që do e flirtonte ajo, e kishin caktuar dhe një dhomë veç mas zhveshjes me emrin Elvana Gjata Queen. Por AKA diva, the one and only. por se çfarë ndodhi në mes prapaskenave dhe fitoi Arilena Ara. U bë aq buje madhe sa që edhe në një fshat Wuhan. Qytet, a ka tunë në Kinë. Qatë jetë ma, me A shumë të rëndit bota, sa që a i laborator, gjamat u thyen, u përhap virusi, korona, 2020, Deshti zoti. Arilena Ara nuk performoj, dhe Elvana Gjata fitoj karmën e E, po pas saj. ka pasur karma të fortë Elvana. Deshti zoti mos shkon nga Arilena në para Eurovision. me, pra Këtë të vit nuk e ka kaq të fort Carmen Elvana, sepse këtë vit shkodra Shkodra po elektronike bën, po mo, Po shkojnë ishte me merit, qesh. prandaj ndodhi e Si- zënë dhe Covidi nga zoti erdhi. Që të mos shkonte Arilena dhe të shkonte Po, Elvana. do t'i që doli lajme që ishte përhapur një virus i ri në Kinë. Pasi vite shkodra elektronike. Ju lutem, RTS-ja, jepja një festivalin Elvanës një herë. Ndryshe Ama në se na vun viruset. Tani si ju duk se kanë dalë performancat e rehearsals të provave gjenerale të Eurovisionit dhe ka dalë pak a shumë dhe performanca që do jetë në netët zyrtare, Në, po, netët në live si të të finale dhe Eurovisionit. Si të duk? Mua vetëm gjë që s'më pëlqeu ishin ato kubet. Kubat, I know. Me sa di unë ose me sa mendoj të perceptoj unë e zëm, po t'imagjinoj mendoj është planimetria e spitalit psikiatrik të Shkodrës. Që është dhe cover i këngës Që në është cover i Spotify. këngës, po. Mund të jetë ajo. Dëgjoj. Gjithsesi nuk Jo, më prish ajo punë. është sepse është e parë nga sipër ajo, Ah, është okay. thjesht mua nuk më rri me gjithë Po, po, këngën. me Shkodra sa elektronike ka pasur buxhetin më të madh që është akorduar Po, ndonjëherë nga 150 RTS-ja. merituar. 150.000 euro që merituar, thënë. askush nuk e ka marrë më parë, kështu që mendoj që dhe është investuar pak më shumë qoftë në drita, ndriçim, që Flakët, më flakët kanë Është 5.000 euro një flak në Eurovision, Me njerëz sa kushton. pash, domethënë ajo diferencimi që bëhet në mes Kolës dhe Beatriçesh ishte sipas realitetit që përfaqëson Po, në Kola këngë, po. dhe Sepse kjo imagjinatës e është tjera që përfaqëson Kroacia. Më ka qenë shumë e pikpyetje edhe videoklipi. Pra Kola përfaqëson atë realitetin e hidhur. shqiptar të hidhur, Po. ndërsa Beatriça nga ana tjetër ka atë si një shtoj zovaj që vazhdon ideale. kërsej, bën është e lirë. Kur ajo Gëzuar për e tjera. liritën. Gëzuar. Ua, vali ta mbushi. Gëzuar, gëzuar. Vazhdon. Shiko, mua ajo që nuk më pëlqeu ishte grafika në background, në LED wall, më pëlqeu ndarja kuqe dhe bardezi. Po s'm pëlqeu që kishte tërkënd çakatror, mund të ishte më mitologjike, diçka më nice. Çfarë më Por ndoshta pëlqen? nuk qëndron gjatë gjithë performancës. Ndoshta. Ajo 30 që më sekonda pëlqen pa. mu më shumë është veshja e Beatrices në këtë Shumë e bërë nga performancë. nëna Do me saj, thënë, e bërë e nga bërë nga nëna mamaja saj, e saj e cila është stiliste që simbolizon rozafën, Po. e cila u ngujua në kalan e rozafës dhe gjysmën Dhe kërkoj që e ka gjysmën si e të gjoksit, zhveshur, e të zhveshur dorën, dhe po. tjetrën e ka të veshur, kështu që Por veshja ishte e një gjë, gjetur. Super veshje, po një gjë tjetër çfarë ka tërhequr vëmendjen e fansave ka qenë pak nga ato sekonda që janë shfaqur në prova, ka qenë pak zëri i Beatrices. Disa kanë thënë që nuk kanë qenë notat shumë të mira, ndoshta ka është e lodhur, se ka performuar shumë vende, por ajo çfarë unë mendoj është thjesht ajo mendon të ruaj zërin. Ashtu do zakonisht në second rehearsals, në provat e dyta zakonisht do të ruajnë. Fansat kanë qenë më ka pasur shumë komente. Nuk pash ndonjë Se stonatur që ta bësh. se mendoni që shkodra elektronike është e preferuara e fansave. Çfarë goditi këtë herë? Sepse Beatrice. shumë herë përveç karizmatike që Është është shumë. Kërcimi viral. Kërcimi Vogue. Vogue për të parë në Shqipëri më duket. Shqipëri. Nga një këngëtare? Se di fix, por Është që ajo e solli goxha. Jo, është për herë të parë kam përshtypjen, Në nuk është nuk Shqipëri e kemi po, parë më edhe në përpara. Eurovision, që ta serën pak edhe për publikun, ajo që Beatrice bën testi. Që ti do e bëjmë për Ajo social? që Beatrice bën është një lloj kërcimi i cili quhet Vogue, është ka qenë shumë i përhapur në komunitetin LGBT në vitet 80 edhe më vonë. Dhe prandaj kjo është parë si diçka shumë risti për një performuese shqiptare. Po mendoj edhe teksti, ndryshe nga këngët pop që për shembull Elvana paraqiti në festivalin e RTS-s, ishte diçka etnike, diçka që ka lidhje me Shqipërinë. Edhe mua më pëlqen, mua s'para më pëlqen këngët tona që dërgoj, po më pëlqen shumë. Këtë koncept ka që ti sjellësh domethënë kulturën e ndryshe. shtetit tënd. Pas pak, duhet të ndiqni se s'bën intervistën time në Andale Pikal. Dhe diku këtu poshtë subscribe, diku. Nuk e di fix ku, po diku këtu, domethënë thjesht type.
Me që jemi këtu tek Eurovisioni, unë do marr pak telefonin dhe do tentoj të telefonoj Shkodrën Elektronike Okej. me shpresën që do na përgjigjen. Faleminderit regjia. Faleminderit. Atëherë jam këtu me menaxherin e Shkodrës Elektronike. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po shkon, si po duket pjesëmarrja e Shkodrës Elektronike në Eurovision? Provat si kanë shkuar çdo gjë? Më së miri, kemi superuar ato që ishin problematikat e vogla në 2 provat e para, sidomos në provën e parë, në provën e dytë perfeksionuam çka na duhej, sidomos nga ana e staging, pra kamerat Ana vizuale. vizuale, Po. dritat, kishim një problem të vogël mikrofonat që mendojmë që kemi zgjidhur, jo me mikrofonat, me in-ear monitors. Kështu që kanë shkuar shumë mirë dhe prova e fundit finale dje. Pra, sepse bëhen 3 takes. Po. Ka shkuar mjaft mirë për sa i përket staging. Pastaj janë gjithmonë prova, prandaj quhen prova, sepse artistët nuk impenjohen totalisht, por ajo që na interesonte dje ishte perfeksionimi I çdo gjë. I Stageit. stageit, anës vizuale të gjës. Anës vizuale të gjës, sepse është një program televiziv, kështu që duhet të kushtosh jashtëzakonisht shumë. Po, e vërtet. Ne do të përcjellim të dualitetin midis kësaj bote ndorruese të Beatrices dhe botës reale Të kolës. Të kolës, si nga ana muzikore, si nga ana e tekstit, dhe ky kontrast, pra ky dualitet, mendoj që kemi arritur ta transmetojmë nëpërmjet vizualeve, nëpërmjet imazheve, nëpërmjet staging, pasi duke qenë kënga në shqip, është e vështirë që të kuptojnë tekstin. Nëse ju keni parë staging është shumë ndryshe nga festivali i RTS-s. Në një farë mënyre ai padi vogël që kishim në RTS për arsye produksioni, për arsye hapësire etj, tash është një pad gjigant që formën e vet e merr, frymëzohet në formën e tij edhe nga kopertina e këngës Zjerm, që siç e dini është planimetria e spitalit psikiatrik, po. Psikiatrik të Shkodrës, pra spitalit Marrëve, siç e quajnë Kola. Edhe kemi një të marrë që e godet fort. Edhe një pyetje të fundit, të lutem. Kolën. Thuhet që këtë vit Shqipëria ka buxhetin më të madh që ka pasur ndonjëherë për të investuar për performancën e saj. Vlera thuhet që ka arritur deri në 150.000 euro. Sa e vërtetë është kjo? Jo, nuk është as pak e vërtet, pra nuk ka një investim ekstra nga RTS-ja për Shkodrën Elektronike, pasi buxhetet mjaftojnë shumë kohë më përpara se të dihet se kush do ta fitojë festivalin. Buxheti i RTS-s është i njëjti që ka qenë në 5-6 vitet e fundit, zakonisht shtohet me nga 5-10.000 maksimumi euro në vit, pra në qoftë se këtë vit buxheti ka qenë diku te 100, se unë nuk e di fare mirë, me herë pas kam dëgjuar, buxheti ka qenë diku te 160.000, të cilat ne nuk i kemi harxuar të gjitha, kemi harxuar diku te, në qoftë se zgabohem, diku te 137, 140. Po pse jeni kursyer? Pra, po, ne kemi kursyer. Po sepse ne s'kemi balerina, nuk kemi nuk kemi me fjalë njerëz ekstra. Si këtë vit ka vendosur të kërcej Kola. Do kërcej Kola? Po artistët si janë, Kola dhe Beatrice, janë shumë të emocionuar, si po e përjetojnë ata gjithë këto momentet e fundit përpara shfaqjes? Beatrice ka i jashtëzakonisht shumë emocion, Kola i jashtëzakonisht fare. Jashtëzakonisht fare. Është e vërtet. Por besoj që ky emocion do rritet edhe te Kola gjatë ditëve në vijim. Në cilën semifinal do jetë Shqipëria dhe në çfarë nditje që dhe teleshikuesit ta kenë të qartë? Shqipëria është në semifinalen e parë. Është numri 12, kështu që kur të vi momenti që të votoni, ju lutem votoni. Numrin 12. Shumë faleminderit dhe shumë suksese. Shpresoj që të vini me fitore. Do jemi duke kënduar dhe ne me ta. Po.
Po. Ju mos ta bëni intervistë kështu pa na lajmëruar, na lajmëroni, pas 5 minutë do të bëjmë intervistë, se mos ta bëjë surprizë, po. Në një gjërat e papritura dalin më bukur. Ja, ju falenderoj, me që më erdhi Bea, po i them edhe Bea të përshëndesi live. Aha. Bea është emisioni ma Mark. Andale. Andale. Andale nga Dalina Buzi. Andale nga Dalina Buzi. E dëgjuat? Jo, nuk dëgjohet. Si jeni? Përshëndetje Beatrice. Mirë, ti si je, ke emocione. Po, shumë emocione s'kena. Të urojmë shumë suksese dhe shkëlqe ashtu si çdi ti. Faleminderit shumë. Vazhdo të zhndrisësh. Edhe jo të bash. Tash vazhdo të mbaroj shokoladën. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që folëm bash. Kënaqësi. Ishte E kemi. Fantastike. Shushu që na hapën telefonin. Po kush do ma hapte mua telefonin në fatos? Tani, ju urojmë shumë sukses të Shkodrës, po para se ta mbyllim desi. Kush janë sipas teje 5 veshjet më të këqija që ka pasur Shqipëria në Eurovision ever, ndonjëherë domethënë? Mos ul, lutem, Ronela Hayati. Nuk do të cilësoj si të parë, do e bëj kështu si random order në një order që Çfarë nuk shkoi te veshja Ronelës? Ça shkoj? Ça shkoj pyet, ta mendoj ça shkoj në gjë. Tjetër? Hersi 2014-s. Si ma të muja, Shqiptare, po. po, Hersi ma muja që Fare. nuk e di kush e njeh, po zona. E një mëma vetë, ka nga rëndësi. Rana Nishliu. Pse? Po, Tani, është përfaqësia më e mirë, vokalisht e tjerë që na ka zënë vendim e 5, por që vizualisht. Ai gërsheti kështu si alien që vinte rreth e po, me raskat e saj. Sikur s'bën sens me ne, Rasta, po. Nëse ndoshta jam idiot unë Tjetër? s'kam bër, ku diun. Etj. Louis Dale. Ama mos uli lutem, mos Po uli. pse e konsideron si të keqësisht një veshje Tani normale? në 2006 kur ka shku. Nuk ka pas më nga ato kostume. Ja, s'ka. Për 2006 është shumë okay, por Ishte me shkëlqim, shumë interesant. 2006 është okay, Luizi, ke qenë super mirë. Ju lutem, mos më masakroni. Jaketa e Luizit në atë kohë ka qenë 8XL, domethënë, dhe unë dhe dy si unë futeshim brenda. Ka prirë trendin mreti. Luizi në Eurovision duket që e kishte marrë veshjen në borxh. Po këto i dinë, hajde ti majm llambën aty. Po ku dinë? Kujtesi se ka qenë ndri Jozefinës atëherë ai, po mos u merr me ato punë. Desi, ku do jetë renditja? Jo. Ku do jetë renditja e Shkodrës elektronike? Bëj një parashikim. Okej. Unë mendoj që top 5 nuk e shoh të shkojë, sepse janë disa është Eurovision shumë politik, është më vërtet shumë politik. Edhe shoh disa shtete të tjera që janë pak më të prirura drejt top 5-sh, po mendoj që te veni 7, veni 8. Desi, shumë faleminderit që ishe në What the Fuck këtë episod. Kështu që për ty Desi, Gëzuar, faleminderit që më ftuat. Ndërkohë, tani Zoti. unë dhe Misi kemi qenë në Tiranë në sheshin Skënderbej. Këtë herë nuk kemi pyetur shqiptarët, por kemi pyetur Dhe të huajt. se si e njohin ata Tiranën. Kush e njeh më mirë se ne të dy, unë të paktën nuk e njoh më aq. Ashtu s'është e njeh shumë mirë. Gjysmën atyre pyetjeve nuk i di apo. Kush flet? Ti që nuk lejon që ne të përmendim prejardhjen tënde. Mbetet ende një mister. Ky alkoolist ishte ide. Djegë Vox Popin dhe rikthehemi në studio. Si pas parashikimit të motit, në brigjet e qetat... fatos. A nuk është kjo harta për të parashikuar motin? Jo, se s'kemi dalë për hartën e motit sot, kemi dalë për hartën e Shqipërisë. Çfarë do bëjmë sot është çështja. Po para se të themi çfarë do bëjmë sot, sa vite ke ti që ka ardhur në Tiranë, Fatos? Po që në 2019, sa i bie? 6 vite gati. Unë kam më shumë se ty, kam 9 vite, jam bë Tiranë se puro. Ti po ti 3 vite ti. 9. Po sot do pyesim të gjithë qytetarët e Tiranës dhe turistat se sa mirë e njohin ato Tiranën. Kemi bërë disa pyetje pak spicy, pak pyetje interesante. Edhe i din dhe si din, ne për shembull unë një pjesë nuk e dija. Për shembull, e di ti ku është rritur Edi Rama? Se di, unë e di që është nga Parisi. Ka studiuar, domethënë. E shef që se di në rrugën Muhamet Gjollesha. Kështu që se di, inshallah s'po dështon kjo Vox Pop sot. Shkojmë dhe e shohim.
Cila zonë është më afër bllokut? Pallati Agimi apo Shallvaret përballë Geraldinës, ato pallatet aty? Agimi. Bravo. Where are you from, guys? Germany. Germany, okay, let's go. So, which is closer to the block? Pallatet Agimi or Shallvaret? Agimi. Pyetja tjetër, cila nga këto zonat nuk përfshihet dhe është më larg zonave të tjera? Ke Xhamllikun, Varri i Bomit, Antibiotiku dhe Politeknikumi. Tuke Xhamlliku. Xhamlliku thua? Po, se Jo. jam vetë ke Xhamlliku. Polikumi. Vazhdojmë. Pyetja e radhës është cili është emri themeluesi të Tiranës? Sulejman Demollari, Sulejman Pasha, Sulejman Pitarka apo Sulejmani Madhërisha? Sulejman Pitarka. Sulejmani the Great. Oh, okay. Okay, pyetja tjetër. Kur është vendosur monumenti i Skënderbeut? Në vitin 1978, 1405, 1968 apo 1908? 1900 mas asaj Komunizmi. Stalinit. Mas Stalinit. 1968. Okay, correct. Edi Rama ku është rritur? Në Surrel, në rrugën Muhamet Gjolesha, në Champs-Élysées apo në rrugën e Salës? Tesedi. Mohamed, oh, you know Albania so well. Okay, pyetja tjetër, cili nuk është Tiranës Demba Badem? Dashamir Shehi, Merita Halili, Lalieri apo Manjola në Albani? Kush nga këto nuk është Tiranës puro? Asnjëri s'është Tiranës. Asnjëri? Jo. Unë Tiranës vetë puro. Qalla gabi jedi. Unë jam nga Lushnjë për vete. Pra, unë jam heta. Lali, Eri? Yeah, Lali. But why? Why is not Lalieri from Tirana? Where is he from? Berati? Are you sure? You're Okay. Cilët janë personazhet më të famshëm të Tiranës, por që nuk janë nga Tirana? Shaban Qosja, Kizi Pazarit, Verllapa apo Suada Muça? Verllapa është i Tiranës. Po kush nuk është nga Kush këta? nuk është nga Tirana? Kush nuk është? Te fundit. Suada. Muça. Ja, Kizi Pazarit. Suada, the TikToker, do you know her? Yeah. Tani dhe pyetja e fundit është ku ndodhen femrat e natës? Te liçeni artificial, te bloku, Te bloku. Te bloku? S'më lë të përfundoj alternativat. Okay, shumë. Artificial lake? Oh, you know Tirana so well. Thank you guys. Have a great time here. Ju ku jetoni jashtë? Unë Frankfurt jetoj, në Gjermani. Kuptoj. Tani, ne duhet bëjmë disa pyetje se sa mirë mund ta njohësh ti Tiranën. Tiranë e vjetër, trenë se një farën. Ja e shohim. vjetrën. Jepim. Tani, cila zonë është më afër bllokut? Pallatet Agimi apo pallatet e Shallvareve aty te Geraldina Spoza? Pallatet Agimi janë pak poshtë, ka kena më dajtim duket. Kështu që po, ato janë më afër? Kështu që këto janë më afër. Okay. Hello guys, where are you from? Italy. Okay. So we'll ask you a few questions about how well do you know Tirana. Let's go, Missy. Pallatet Agimi or Shallvaret? Pallatet Agimi. Oh! Cila nga këto zona është më larg të tjerave? Varri i Bomit. Xhamlliku, Varri i Bomit, Antibiotiku dhe Politeknikumi. Cila nga këto zona pra është më larg tjerave? Asjonët. Polikumi. Yeah, correct. Vazhdojmë. Cili është emri themeluesi të Tiranës? Sulejman Demollari, Sulejman Pasha, Sulejmani Madhërisha? Okay, gjeti direkt. Sulejman the Pasha, I think. Yes! Kur është vendosur monumenti i Skënderbeut, në cilin vit? 1978? Menoj ka funet e vitit 70, menoj. Unë kam qenë rreth 10, jam 67 vjeç, sa po dini, po do më la mirë, a? Mirë duket. Bene, a? It's difficult one. Yeah, it's a tough one. 45, I think. You were close. No. Tani, ku është rritur Edi Rama? Në Surrel, në rrugën e Sham. Plotën. Nein, se ka përmend. Unë kam injoruar fytyrën aty në avion 98-ën. 98-ën, unë jam isha arratis, unë heci jop sakat, më kanë bra komunistat, mos fol për atë, lutem. Okej, pyetja tjetër. Cili nga këta? Shi çembone.
He used to live in Paris, so this is a difficult one. I don't know. Don't know. Muhammad. Yeah, you're right. Pyetja tjetër, cili nga këto persona nuk është Tiranës puro? Dashamir Shehi, Merita Alili, Lali Eri apo Manjola Nallbani? Dashejo është puro Tiranës, Merita e kom përfshi e më rrit në atë, as 50 metra larg. Është me origjinë baba vet nga Vora, nga Gërdecu kanë edhe fatkeqësia, po janë prej 200 sa vjet. Po Manjola Nallbani? Për atë që është në ngjyrë. Këngëtarja. Po. Apo Lali Eri, kush nga këto dy nuk është tanë? Ja dhe të mos më përmend, Zora Gjuni i thone Lali, di që thonë në Tiranë ti thuj shtetit Lali, që do të majnë krah, ai respekt, ai gjithë fonërin, flisir, njëri që s'dit lidhe dy fjalë. Probably Lali Eri. Yeah! The Major of Tirana. Cili nga këto karaktere legjendare dhe shumë të famshëm, jo, s'janë komunista këta, nuk është nga Tirana. Shaban Qosja, Kizi Pazarit, Ver Llapa apo Suada Muça? Kizi Pazarit, ju nuk e dini, po s'po folë se është ai personi që është në vazhdim familja sajt, janë deputet sot. E lej maq, fatkeqësia e komunisti i arriti njerëzit të veje Probably. You saw on TikTok, you know. Yeah. Probably Suada Muça. Yeah, do you know her? Yeah. I follow her, but Suada Muça, but she lives in Italy, I think. Yeah, it's the right one. Sore një Tiranë gur. Pyetja e fundit është pak me spec, sepse thot ku është vendi që rrin vajzat e jetës së natës, në blok, në liçenin artificial, në liçenin artificial të rruga Salës apo te Kashari, liçeni Kasharit. Unë kur kam qenë çunëri që visha këtu, mendoj që ka qenë bloku. Sot shoh Tirana kana estetika është art diku si në Evropë, edhe mendoj që femnat janë patjetër do të shkojnë ke bloku, kanë pikat e veta për shkakun. Po në kohët më përpara për shkakun s'ka qenë liçeni artificial? Atje shkoshim në Bodash. Kur ishte të ri. Tu kena netu, unë kom netu ke Broadway, mrapa. Nej, kom netu ke Broadway, mrapa dhe këtu kena netu. Tani qa bëjt e liçeni? Stacionat autobusit tu. Kishim stacionat autobuse, ikshim për ke varri bomit, pishim në i birë duke ka qenë Sahati, restorantat që ka qenë. Te liçeni qa bëjnë ato vite? Që po, është përvese libe. Pa ishtë të pas bedoj të libe. S'kuptoj Gjermani. S'kupto? As ndjek se të kuptoj. Okej, do të thot përvese dashni që mund bësh ke liçeni. Lake of Kashar. You? Artificial lake. Yeah, you found it! You are the winner! You know how many babies have been down there? They've been created in the artificial lake. Thank you guys and have a great time here. Ju zotri nga jeni? Tiranat, po me origjinë jam Beratës. Po keni lindur në Tiranë? Jo, kam 24 vjet që banoj në Tiranë. Okej, filloj me pyetjet. Shpresojmë që ti dini përgjigjet. Cila është më afër bllokut, Pallatet Agimi apo Shallvaret, aty te Geraldina Sposa? Shallvaret. Hello guys, where are you from? We're from Denmark. You're a family? Yes. Okay. Which is closer to the block, Pallatet Agimi or Shallvaret? I think Kimi. Yeah, Kimi. Agimi? Yeah, it's correct. Okej, pyetja tjetër. Cila nga këto zona është më larg zonave të tjera? Xhamlliku, varri i bomit, antibiotiku apo polikumi? Antibiotiku. Okej. Polikumi. Oh, yes, you're correct. Pyetja tjetër. Cili është emri i themeluesit të Tiranës? Sulejman Demollari, Sulejman Pasha, Sulejman Pitarka apo Sulejmani Madhërishëm? Sulejmani Madhërishëm. Maybe Suleiman the Great? Yeah. Okej. Kur është vendosur monumenti i Skënderbeut? 1978, 1405, 1968 apo 1908? Monumenti i Skënderbeut. 1445 e di unë. 1405. No, okej, në rregull. Pyetja tjetër. Ku është rritur Edi Rama? Në Surrel, në rrugën Muhamet Gjolesha, në Champs-Élysées në Paris apo në rrugën e Salës? Në Paris.
He actually, I know he stayed in Paris for a while, and then but he's from Muhammad. Yeah. So your final answer is Mohamed? Yeah. Yeah, correct! Okej, pyetja tjetër, cili nga këta emra që unë do të them më poshtë nuk është Tiranës, puro Tiranës? Dashamir Shehi, Merita Halili, Lali Eri apo Manjola Albani? Nuk është. Që Po nuk është. Lali Eri. Po. E ke dhe patriot nga Berati. Maybe Lali Eri, isn't he in prison right now? Yeah, it He's is! in prison. Have the news arrived in Denmark? Cilët nga këto karaktere legjendare që janë shumë të famshëm, nuk është nga Tirana. Shaban Qosja, Kizi Pazarit, Ver Llapa apo Suada Muça? Shaban Qosja di unë. You will go with? Vera Lopa. It's wrong actually because it's Suada. You know what Ver Llapa means in Albanian? He had like a big tongue and he made money out of his tongue. He went to the people and he asked, can you give me Is money this because true? I have big tongue? And yeah, it's true. Okej, pyetja e fundit. Ku ndodhet gjiri i vajzave të jetës së natës? Në liçenin artificial, në liçenin e Kasharit, të rruga Salës apo të bloku? Te bloku. Bravo! Shumë faleminderit. Shumë faleminderit zotri, kalofshi bukur. Salas Road. You? Artificial lake. You found it! Your son knows where the ladies of the night bathe. This is not well, I think. Të papar turistat. E njojnë më mirë turistat Tiranën. Po ndihem shumë i sulmuar. Inteligjenca ime. Po ishte edhe pak pyetje të vështira, s'ke pse Dije ti vë fare. përgjigjesh ti Kostian atyre pyetjeve? Absolutisht. Por tani do i përgjigjemi disa pyetjeve të tjera sepse jemi në atë pjesë të programit ku kemi një të ftuar dhe sot ajo është një këngëtare, është një nga vajzat më të njohura të showbizit, ka marrë pjesë në disa reality show. Jemi këtu sot me të për të thënë gjithçka. Melisa Leshi, mirë se erdhe. Gaz. Kemi marrë tequila, shpresoj të të pëlqej. Më duhet unë jam larg. Keni bërë kështu. Është hera e parë, A ta kthejmë kështu Kostian? Ja. Me fund. Dhe kështu nis ky program për sot. Nga nezes. Melisa, çfarë po ndodh me ty ditët e fundit? Kemi parë me videoklipin tënd të ri para Meno. Pa. Na tregon pak për paskena, si ka qenë, si lindi bashkëpunimi. Bashkëpunimin me Nion ka ndodhur shumë rastësisht, me thënë drejtën, unë e kam dëgjuar si këngë nëpërmjet kam qenë në kafe me producentin, në Bledin. Dhe thjesht më tha që është një artist i ri, është shumë i mirë, ti nuk e din çfarë do bëhet, dëgjova si këngë dhe sa e kam dëgjuar jam dashuruar. Seriozisht, domethënë unë thjesht i thash unë duhet të jem në këtë këngë se s'bën. Nuk e di çfarë do ndodhi, po dua të jem se s'bën. Edhe kështu ka ndodhur. Pastaj me Nion ka shku çdo gjë vaj. Po sa e vështirë është ti një artist i ri në Shqipëri, si puna jote, dhe sa e vështirë është të kesh bashkëpunime me artista të mëdhenj. A janë artista të mëdhenj por dhac, siç e themi ne? Se pak jo lehtë të arritshëm. Tani. Çfarë kur bë dhe ky si moderuar? Tani, të them vërtetën, është pak sa e vështirë. Dhe nga njëra anë ndoshta në fillimet e mia e kisha pak bezdik të pjesën se pse nuk bëm bashkëpunime, pse duhet mundohemi kaq shumë dhe ne jemi në këtë fushë, por po ta shohësh dhe të bëj pak avokatin e djallit, po të shohësh fillimet e të gjithë artistave të mëdhej janë munduar pafund në fillim dhe nuk kanë pas një shpërthim siç pretendojmë ne tani artistët e ri direkt, po. Kështu që është shumë e papritshme që ti presesh nga një artist i madh që hajde tani dhe më jep gjithë bumin tënd që je munduar me vite të tëra për ta arritur. Kështu që është shumë e vështirë, por është edhe e kuptueshme. Melisa ke bërë disa këngë, të cilat janë bërë tmerrsisht shumë virale dhe njerëzit e kanë pëlqyer shumë zërin tënd. Domethënë, po pse na i jep këto këngët një herë në sa me pikatore? Pse kjo zgjedhje? Apo mos kushtojnë shumë këngët? Po. Edhe kjo besoj. Normal që këngët muzika ka shumë kosto të lartë dhe nuk është se unë jam në menaxhimin e dikujt, kjo për çështje zgjedhje. Je artiste e pavarur, ose do e parti. Ku iki? Edhe parti e pavarur. Tequila ka fare, më falni. Domethënë unë ku iki paguaj lekët e mia për çdo lloj pune që bëhet, qoftë për muzikën, qoftë për klipet e çdo gjë me radhë tjetër që vjen.
Një, kjo është arsyeja, e dyta edhe unë jam në një farë moshe tani që duhet shoh pak edhe pjesën e jetesës time dhe nuk është se vi nga një familje stra e pasur që unë kam gjithë fokusin vetëm tek muzika. Sa kushton një këngë? Ja mora, do jetoj më shumë. Po varet se ku varion qoftë edhe biti, muzika, kompozimi. Do të thonë një këngë me një videoklip. Këngën e fundit s'kam paguar. Për shembull, një këngë që ti ke shumë që duket edhe shumë expensive është Gia Montana. A është më i shtrenjtë apo është goxha me kosto të lartë, por jo, ka pas edhe më të shtrenjtë. Melisa, shifër Melisa. Sa zero Melisa, 10.000 euro. Shifër se në mbush gota tjetër. Sa më shumë gjëra të shtosh në flasim për klipin këtu, sa më shumë detaje të shtosh në klip, aq më shumë shtohet rritet ai numri i parë dhe sa më shumë shtohen zero. Sa ka kushtuar kënga Le? Atë që ke të le. Shko, minimalisht një klip minimal fare mund të shkoj tek 2000. Minimal fare. Ma mirë se kam gjuar të shifra më ekstreme, të tipit 10. Po, janë edhe ato. Pastaj varet edhe kompania ku e bë, unë nuk punoj me ato kompani që e bën thjesht. Melisa, po koncerte, do doje që t'jepi, do doje ti futesh e kësaj rrugës së koncerteve, mbrëmjeve? Po, unë të thash, para disa vitesh kam bërë disa koncerte, por momentalisht duke parë për të krijuar bazën e jetës time të përditshme dhe gjithashtu edhe familjes, e kam lënë pas dore. Kënga me Nion ishte shumë papritma, sepse unë kam krijuar me producentin tim në Kosovë një gamë gjërë këngësh të ndryshme që unë pretendoj dhe pres nga vetja tani, nuk i di tjetës, që vitin tjetër të bëj një boom nëse mund ta quaj dhe ta marr akoma më shumë seriozisht. Pra është kjo qetësia para stuhis tani. Dhe megjithëse po flasim për stuhi, do të kalojmë në një rubrikë që quhet Tornado. Në fakt nuk quhet Tornado, quhet e kam bërë se kam bërë. Shiko, un kam shumë frikë nga njerëzit që janë kështu të urtë. Flasin mirë, bukur, ëmbël. Absolutisht, më falë se kemi një bariste, kam dhe asistenti. Më falë, do mbushë prapë kjo. Kemi edhe këtë shkopin magjik. Te ky shkopin magjik. Do më thënë, gjëse s'përgjigjem, çaj bie, apo jo, s'kam pse të pimë. Do pish. Do pi. Pa tjetër. Jo, pim për qef. Edhe për qef dhe për hall. Tu, thjesht do thua se kam bërë se kam bërë zemra. Do thua thjesht se kam bërë se kam bërë. Vetëm nëse gënjem të kemi lënë Zotin. Në portën e ferrit. Kjo është për ju. Faleminderit. Po e kam shumë të shenjtë atë tabellën. Nisim. Jemi gati? Atëherë. Pyetja e parë. Kam përdorur Photoshop në fotot e mia. Monën e Photoshopit. Nuk besoj se ka njëri në 2025 që s'përdor. Besoj ndonjë prekje, ndonjë gjë kështu. Kur jam bërë ekstrem, kam pas, më fal se ta ndërpreva rubrikën. Kam bërë një photoshooting një herë dhe do rregullonte fontin, të thash bëj çfarë duash. Bëj diçka, i thash Lali, njerëzit e dinë se unë nuk jam kaq shumë. Unë thash preki çik, po jo më kur më deformohem jo. Absolutisht. Pyetja e dytë, se këtu sa vjen edhe bëhet degenerohet situata. Kam fantazuar seksualisht me një vip shqiptar. Kam flirtuar me dikë thjesht për të kaluar kohën. Sa shpesh e ke bërë këtë gjë? Jo, tani nuk do tani nga rubrika në rubrikë. Qysha ku e lash me pritë? Pritë me di, ja. Kam qenë e lidhur dhe kam thënë që jam single. Ja. Queen. Kam postuar diçka thjesht për të nxitur portalet që të më bëjnë lajm. Ma di dallohet sa inaktive jam unë këto kohë në rrjetet sociale. Ku jemi, po. Jam bërë tap aq shumë sa ditën tjetër më treguan shoqja se çfarë ndodhi. Tania, të vërtetë. Hajde Veliza. Një herë ka ndodhur, një herë. Çfarë kishte ndodhur të nesërmen? Çfarë more vesh? Si shumë pyetje nga pas. Se kush e ka liruar këtë vajzë? Tequila. Kam provokuar të dashurin me account fake nëse do më tradhtonte. I swear to God, nuk më intereson nëse më tradhton, let go. Do dali. Direkt? Do del. Herët avon del. Ditë të them që e kam falur vetëm një herë. Po kur më e penduar. A e përsëriti ti? Rrugë madje, kështu që mos e falni tradhtin.
Kam bërë ndërhyrje estetike si fillers ose botox? 0. Bio. Njerëz është shumë e bukur live literalisht. Faleminderit. Kam marrë lek borx për të bërë një këngë ose një klip? Po, fillimet e mia. Okej. Perfekte. Dhe pyetja e fundit që është thelbësore. Kam gënjur në këtë intervistë. Perfekte, Melisa, perfekte. kurioze jam të di se gjithmonë më ka bërë përshtypje shumë ngjyra jote flokëve. Gjithmonë e verdh, e kuqe, e Gjysma. e verdh, roz. Ka ndonjë ulje në parukeri kur I bën kështu apo thjesht është një zgjedhje? Është zakonisht I kam shoq ato që I bëj. I bën balat. Them drejtën e parë kam vendosur që edhe pak edhe do shkoj te Brunja, nuk do lëviz më fare. Bruna? Po. Por mësova me një ngjyrë, pastaj nuk më bën më përshtypje dhe dua të më bëj përshtypje. Po s'më bëri përshtypje vetja, nuk pres t'i bëj përshtypje të tjerëve, prandaj. Melisa, kjo ishte një pyetje ngrohse për të paraprir atë nxehtësinë që po vjen. Saj me prit para, më fal. Kam një pyetje, domethënë të lutem. Më fal vetëm një sekond. Po. Pse gota ime mbushet kaq shumë? Respekti shqiptarët Gati të derë. Po ne karakterizojmë nga respekt. E kuptoj. Gëzuar për flokët. Gëzuar. Dhe jo, nuk është ujë. Me të mirë. Tani. Unë nuk kisha guximin që të pyesja vetë për disa pyetje pikante, kështu që zgjodha t'ja vej popullit këtë barr. Dhe klikova në Google emrin Melisa Leshi. Dhe çfarë doli në Google, ato do të pyes. Çka ka dalë? Googluar ndonjëherë veten? Më fal, ndërprej ke googluar ndonjëherë veten? Vetëm kur ka dalë ndonjë skandal. Cili ka qenë, by the way, thashë themi më I çuditshëm që ke dëgjuar për veten? Nuk si funksionon këtu me fjalët, mund të flas? Po, I bëj un pip në montazh. Okej, seks në makinë, dhe ajo video kishte qenë 2 brazilian që shoqëri zoti doli. Dhe pastaj ishte një tjetër, ishte një vajzë nudo me kokë të kuqe, se ka qenë tmerr atëherë. Nuk e di pse, shumë vajza bëheshin kokë kuqe, ndërsa unë nuk di pse ma ngjisni mua çdo vajzë. Jo, tash që e kështu digjyrshe. Ndryshon puna atë. Tani e ka flokun me watermark, ne kemi watermark me patent. Por këto janë domethënë më të çuditshmet edhe shqyr zoti që. Tani, pyetja e parë. Melisa Leshi mosha, dua të di moshën. Dhe je shenjë horoskopi the? Shigjetar. Shenjë zjarre. Tani, Melisa Leshi Big Brother. Mos e shito fundit. Nuk shoh nga larg, nuk e pash. Si ka qenë eksperjenca në BBVK? Ka qenë si 2 fjalët e fundit? Jo, sinqerisht kur kam marrë ftesën, unë kam qenë në Itali momentalisht, se jam një person që jam shumë edhe në pas meditimit gjërave shpirtërore. Nice! Po, dhe po merja I qik vetën në qëtësin time në Itali të motra, dhe kur merdi ftesa, në fillim isha pak hezituese, por ka qenë shumë e bukur. Do më thënë, vetëm ajo ideja se disa mendojnë jo je mbyllur, jo telefoni, unë kur kam dalë zero, unë kur kam dalë doja të rikthehesha brenda. Po, pse Big Brother Kosova? Ke pasur ftesa nga Big Brother Shqipëria, apo ke pasur atë dyja dhe vendose që të shkojë tek Big Brother Kosova? Unë kam një marrëdhënie goxha të mirë dhe të respektueshme me produksionin e Big Brother Kosova. Dhe atyra rastësia. Po me produksionin e Big Brother Shqipëria, me Top Channel, me produksionin I cili ka zgjedhur sërish Ledionin, pra Sara Hoxha. Jo. Unë jam shumë okay dhe mua madje më pëlqen shumë se si organizohet Bigu I Shqipërisë. Të ftojmë vitin tjetër. Përgjigja e Melisës është po apo jo? Po se I pëlqen të futet prapë. Do të them diçka. Nuk e di se po pres diçka tjetër. Çfarë po pres? Mos më thuaj që të ka rrëmbyer Vera Grabocka për ligje. Vera ngrabiti një herë mua, mori të denzi. Qafshor sa me Molca Muhametin. Se kështu, me lafe. Po prit, mos e bëj. Nuk e kam bërë. Ndërkohë ke pasur dhe një shoqëri brenda Big Brother VIP Kosovës, e cila
u trondit paksa kur dolët, si qëndron. Për cilën e ke? Historia me miqtin, me vajzën që piku Mbresa. Mbresën, Do mbresësh për mbresën. Po, me mbresën kishte ca stuhi të vogla, fillimisht, por që u sqaruan. Dhe mjaft. Dhe më Se këtë intervist do ta bëjmë tap. Jemi të katër. Ora jam timon pastaj. Ti dhe që si e timon. Ka gjë se e marrën makinën. Gëzuar përmisit. Përmisit. Ne s'po e bëjmë se si jemi miq. Jemi thjesht kolegë. Me shumë kimia. Hajde. Çfarë ndodhi me mbresën? Asgjë nuk ndodhi. Po them më mirë asgjë se po I bashkoj. Jo, kishte ca keq kuptime. Faktikisht nuk ishte se ishin keq kuptime. Keq interpretime? Jo, asnjëra as tjetër, ishin ca të vërteta të mia, por që I sqaruam. Dhe nuk jemi më shoqër. Jo, jemi në komunikim të mirë, por normalisht për mua shoqëria ka nevojë të ushqehet, qëndrosh bashkë, të flasësh, të komunikosh, ndonjëherë jeta të ndan apo jo? Po, ajo është Kosovë. Impenjimet, po. Unë jam këtej, kështu që nuk është të them një. Jo, nuk kam. S'kam asnjë bif. Super. Pyetja e fundit. Melisa Leshi përputhen. Tani si mund mos t'ishte tani un kam disa pyetje këtu dhe un do t'i pyes. Si di, kam shumë kuriozitet. Le ti marrim me radhë. Prit, kurioziteti im I parë është. Çfarë bëri ditën e parë? Jo, nuk do përmend askënd. Thjesht ishte një situatë që ndodhi që dikush ishte I lidhur me dikë, pastaj doli që nuk ishte me atë, por ishte I lidhur me ty. Si qëndron e vërteta, dikush tha që produksioni ishte skenar, dikush tjetër tha jo. Jo, asnjëra as tjetër. Shiko, un kam folën më përpara këtë, ndoshta pak më përciptazi. Mendoj që është histori e kaluar, por shiko, çdo emision televiziv, besoj edhe ju po bëni një podcast dhe dini shumë mirë se pa një lloj skenari nuk patjetër ecën dot. Dhe normalisht dhe aty ka pasur skenar që të them që dikush më ka detyruar të dal me dikë, jo. Nuk ka ndodhur kjo. Nuk ka ndodhur, se zërat lart e poshtë të thonë. Që të them që nuk më kanë lejuar të dal me dikë, këtë më ta them. Po këtu më Por di të them këtë, që çfarë, ja, këtë do të përgjigjem, që çfarë do lloj dalje tjetër që un kam bër, realisht kanë qenë pëlqime. Nuk është se un jam shtirur që kam dalur me Fatjojin apo me Mevlanin apo tjetri. Madje, një takim që un kam bër që e kam bër nga zori që realisht thjesht si çok që me shumë respekt, ka shumë pano, I shkreti që erdhi më solli tu Luli dhe unë të betom dallom në takim që unë nuk e kam qef të djajt sepse ri vetëm larg. Kështu që po të veshë takimet e tjera unë kam qenë vetja. Nuk e nuhati produksionin që vërtet aty po linte një dashuri dhe nuk e lejuan që të ndodhte? Ndoshta sepse po ta kishte parë nga të dyja palët, ndoshta po. Por duke qenë se vetëm njëra palë nuk e fshehu. A do doje ta fshije si eksperiencë? Jo, absolutisht jo. Je krenare do të gjithë eksperiencën. Mua përputhen më rriti, më solli edhe këtu përderisa ju po më ftoni një ndër arsyet është përputhen, kështu që jam falendëruese sido që ka shkuar me të mira me të këqija. Por edhe sikur mos kishte qenë një eksperiencë që të më kishte sjell fryte të mira, gjithsesi unë e provova, kështu që për Olsa Mami. Mos na ndërprit gocat, Kaq po të them. Jo, s'ka gjë thuaje. Ka thënë Jo. Se ajo më pyeti më të kështu, më të buta. Jepi pyetje. Do të pyesë çik për Olsa Muhameti. Se po pyet për tretën herë. Ai do të për të tretën herë. Më kupton? Ç'a bëhet me Olsa Muhameti? Keni kontakt, a flisni, urojeni kështu apo? Po ka marrë vesh që është producente Big Brother Big Po Kosova. këtë dim neve se ne me Big Brother jemi marrë. Po kaq di dhon. Tani Melisa më na u bësi Wikipedia. Olsa Muhameti. Tani, është kaq në thonjza e egër në punë sa shumica thon. Dhe bravo I qof. Që është aty ku është vetëm për këtë? Pa. Nëse nuk je strikte dhe nuk ke atë objektivin e qartë dhe çfarë do lloj mize I them mund vjen përreth. Dhe diçka të fundit për përputhje, me cilën nga pjesëmarrësit zgjidhe vetë çuna ose goca, nuk flet? Nuk flet? Jo, prit, se më qëndro këtu. Por nuk flet se do të shkojmë me asu. Më qëndroni këtu. Cindy Loci. Çfarë ndodhi me Cindy Locin? Pse u zut aq keq?
Se unë po I bëj pyetje të drejt për drejta tani se flet e kina dhe ju. Qëndro, Pyetje të gocave. Çfarë ndodhi me Cindy Locin? Pse u zut me Cindy Locin? Si është marrëdhënia juaj me Cindy Locin? O zoti i madh. Me Locin nëse Tani ka ato që përcjellë. ka ndodhur, sheri që debati që u bë në studio, ishte hapi parë, mund të çlironi se shumë crazy. Pastaj më tutje unë e përmenda në një intervistë për nuk e mbaj më asmend fiks, por ishte një batut, një diçka shumë fani dhe madje unë isha e para që telefonova dhe I thash shikoj intervistën se është diçka fani, ajo ma mori shumë për keq, nuk e di pse. Dhe bëri një story ku thoshte unë të di shumë gjëra se partneri që ke në krah. Cindy ka qenë gjithmonë kjo vajzë. Mendoj që në atë momente u bëra ca agresive jashtë kamerave. Nuk ka ndodhur asnjë sherr. Mos më thua që ju pulled Rozana Radi dhe Jo, ato gjëra nuk I bëj, por realisht mua nuk më pëlqen padrejtësitë dhe nuk kam këtë që ai tash hajde bëjmë skandale dhe marrim mediat. Por u sqarua. Po, vaj borshi blen më? Kush? Vaj borshi. Ti mendon që unë do të bëj shaka tani, po unë realisht e përdor vajin e bosh. Jo, nuk I bëj. Ne po pim gjithë. Do hajtë duro sherrë tani, amor. Më fal shumë, ti deri dimëm pse nuk e pir? Ja, dhe mua më takon këtë round mos ta pi. Sepse jo, unë e kam ruajtur sepse tani është rubrika Caliente. Dhe tani do pim do demi fare. Si jam kaliente unë tani? Tani pish me Lisa më beso. Shiko, këtu ke disa ke një sport, një mini sport me një sport shumë të madhe. I ka bërë Kostiani me 2 duar. Me 2 se zakonisht kam 3. Aty qëndron një pyetje, por ti nuk e di se çfarë qëndron brenda këtyre tullumbacave. Dhe jo, nuk është ju. Nëse ti rrezikon të mos I përgjigjesh pyetjes, duhet të çash njërin prej tyre. Ama po nuk e bëre këtë? Tani jo të pila, po. Tani aty janë pyetje apo dënime? Dënime këtu pyetje aty. Gjithsesi dhe dënime do t'i bësh se ata të dy janë ta. Kemi dy. Unë kam të dy portokallik, I kam një bardhit. Unë kam një bardhit kuqe, se jam nga Elbasani. Unë do përgjigjem, se nuk më pëlqen. Jam nga Elbasani. Nuk është nga Elbasani. Mere. Po ama unë përbaj vetën një olshuat, po kemi pirë më gjithë. Zemra lëshoj, nuk e di pse. Po ajo më fal. Po kjo gjitha dafinë. Është për çfarë tullumbacet? Është për arom. Është thare zemra. E ka përdorur Beharja, zonja jonë e pastrimit. Ta lexojmë pyetjen? Unë thash se lexoj s'ka nga larg të Millanën, të pyetja e shkun bombë. Edhe të thash, biçi këtë më fal. Thuaj emrin në një këngëtare që sipas teje duhet të heqet dorë nga muzika sepse këngët e saj janë skandaloze. Thjesht. Okay. Problem preri. Problem letre. Problem gëshër, në mbare gëshëra. Një emër ose tullum. Më fal, çu do të them një emër nëse mua më pëlqen gjitha. Po tullumbace pra. Ose një emër ose disa emra ose tullumbace. E di, po është shumë e padrejtë sepse unë nuk mendoj që asnjë duhet ta lër muzikën sepse gjithë Okej, tullumbacin. Tullumbacin. Qoftë se s'bën dhe tullumbacin? Nuk çaj. Tequila. Nuk do. Po çaj. Hajde një tequila. Hajde, urime, the fato. Melisa. Jo, s'kthej fare, unë edhe tullun edhe të pije. Po më të mirën, ata më gotë. Na tregon një Ças. Na tregon një mesazh flirtues që të ka ardhur së fundi. Hajde, nga këto poezit në Instagram, nga këto poezit në Instagram që kanë kështu. Hap një nga ato fansat. Atëherë, je shumë zjarr në qytet. Me atë veshën today o avokado pylli, nuk e di pse më ka. Avokado pylli. Kjo që një sallatë Cezar. Kjo që ka një mix sallatë. Me kakaleta. Avokado. Ai ndryshet pas ka thënë gëzuar vitin e ri, se për vitin e ri bëhen gjitha këto gjëra. Urdhëroni. Do t'i marr gjitha. Gjitha. Nuk ka shpëtim këtu. këtu. Ndërkohë që. Po, patjetër. Se na bën patjetër. Ti si e bër për ujë të ftohtë deri tani se për limon. Unë jam bër, po s'po ja vetë. Pra fika ku e kemi sjellë. E ha limonin me gjithë lëkur? Pam. Kush nuk e ha? Pa lëkur. Unë. Aty është shija. Jo, unë këtë se them.
Tollën. Cila është pyetja? Cila është pyetja? Cili është mashkulli më i famshëm shqiptar që të ka ngacmuar në Instagram? Të gjithë kanë ngacmuar. Po në Instagram o zemra. Me tham Instagrami s'është problem. Tani në Instagram ngacmojnë dhe misi. Nuk nxjerrim ata shkujt. Se unë do daj kejtës, da e mëse e ka ngacmuar për një këshu. Ha. Na plazi tullu. Ç'është kemë na tregoj historinë e Google? Po ç'e ke kërkuar? Kërkuar. Mos më thuaj që ke kërkuar Andale. Qa bën ata të andale? Artemis Fenja. Pret, sa fare. O shqipas me telefonin tim. Ej, po kujdes më na e fshi, ë? Jo, s'po fshi, jo, për të Po i fshi? E fundit fare është Leonid Brezhnev. Kush është ky? Ku e? Qa është kë? Këtu. Nga më faj, kam një shoqe që i dalin shumë veto, dhe më kanë thënë Leonid Brezhnev, kur isha vogël. Vetëm si ky. Ishte interesante. Kam bileta Shqipëri-Serbi. Okej. Ska, janë. Hajde. Tjetra? Kur ti kjo, ka që sheftuam atë kohë, një lajmë. Ua, të me jo. Si e përgjigjur as një pyetje, Melisa. Ja, me Se për vetëm dënime. Edhe që ta është të përgjigjem gjitha. Cilin këngëtar e ke kontaktuar për bashkëpunim dhe të ka refuzuar? Kjo Melisa nuk është ndonjë gjë e keqe, mund të përgjigjesh. Jo, të thoya, e kam kontaktuar, por s'm ka marrë fare përgjigje, domethënë një refuzim, po s'ka marrë fare përgjigje. Ka qenë Buta dhe Lineli, të dy. Okej. Shame on you guys, shame on you. Kur të bëhet kjo vajzë që ti thoni thank you Beyoncé, pastaj e shikoni që hapni mesazhe. Si thank you Vera Grabocka. Doni rrisni vetbesimin, hajdeni ta andele. E fundit ose më ka ende? Po jo më kaqës po mbarojnë edhe një. Ja, kjo, do shohim filxhan pastaj. Me cilën vajzë në showbiz nuk flet dhe nuk e për të folur kur. Çuça. Hajde. Që kam bërë debat po thua apo? Jo thjesht, ndoshta po, se Robi për debate nuk flet. Po, do të plasu në bazë sepse ato vajzat me të cilat unë nuk flas, nuk i quaj as fare pjesa të showbizit, i quaj skandalin showbizit, kështu që. Okej. Nuk ja vlen as që ti përmend. Gëzuar, mirë se na erdhe. Pritore. Të pasa më i qef. Sa më shumë suksese në karrierë, në muzikë. Hajde gëz, ke qenë motra në dashuri. O, të goja. Dhe e fundit. Ëmbëlsira për në fund, shpresoj. Më thiri njeri apo jo? Po, i kom jep të lëmbacin. Na thoj vetëm pyetje. Cili është pozicioni përfituar? Qa janë to pyetje? Qa janë to pyetje skandaloze? Na që mami këtë emisionin. Mami me listës. Ndërkohë të lëmbace. Cili është pozicioni më i keq? Po, kjo... Si më fajt... Rëndit 5 vjerë. Posto një foto duarsh të bashkuara në story duke konfirmuar një lidhje. Amadorën shpirt. Ua, pritës të më ka me Floridon. Amadorën shpirt. Do thoj njërës e ka gjithë bërë me lekë. Dorën? Që mos të duket shumë. Do të më bash ti mua dorën. Me anën që ke unazën. 2 unazat. Ashtu dhe. Po, edhe një zemër të kuqe në story. Qa do të mbaj 24 orën këtë? Po, deri nesër kur dali intervistan të Darkës. Dhe pastaj bën një video reaction që ishte. Po shiko një sekond. Vëre këtu te këtu. Ema. Po ç'është ajo kapje duar Jo, mirë, është mirë. Po do dalin unazat o zemë. He pra të dalin unazat mirë. Dhe kështu. Po s'delo. Duhet të dali unaza këti, moj. E po ktheje, pra çfarë të them. Kështu është pozicioni i dur, bëje. O zot dora ime si burr. Thjesht bëje. Dhe një zemër të kuqe të lutem. Po bë krau po zemër. Pse çka? Po jam se do afrojmë. Dhe ja pra të dashur miq. E respektuam me pije, e lidhëm. Nesër do ta martojmë. Ja pra që çdo gjë mund të ndodhë në WTF. E përdor zemrën e parë se të kuqen. Të kuqen! Se përdorë të kuqen unë të bardhë. Nuk ka vdek ky me të bardhë, moj. Bëj një pullum. Rest in peace. Po shkjo ta super o zemra, ashtu sa burr ka dalë. Tregoj te kamerë? Po bëj se po na vjen një mesazh. Këtej. Më fal. Emër Kristian Qerazi gjete grune qa gruja. Mi gjeta po çati bëj asaj që kam. Asnëndo se ke pa. Ua hodhi. U hodh.
Mos I kthe asnjë përgjigje mesazheve, thjesht thuaj të premten ora 8:00. Dënimi nuk ishte, dënimi nuk ishte në orën 8 se do kuptohet. Ua dal ta shoh. Po bë uploading. U bë uploading? Posted. Ai çka jotja. Ja pra, e meritojmë dhe një dolli të fundit. Më fal, një dolli e fundit dhe I duar Po ja, e bëra. Melisa, ke qenë Da të pritet për juve. Kaq shumë. Është vetëm që ka guxuar. Nëse mendon që nuk luajte, je ajo e ftuar që ka luajtur më shumë nga të gjithë. Hajde. Bravo për vibe-in. Ne kemi dhe një event për shkuar pastaj. Ne kemi dhe Isynet League, po si doja presim thuaj. Gëzuar, faleminderit që na ndoqët, të premten tjetër I njëjti avaz. Gaz. Shumë faleminderit Melisa. Ju na ndiqni sepse ne për çdo gjë themi what the fuck. Yes. Ajo. Gaz. Këta e ktheva me fund. Tani pas pilafit. Njerëz bëni subscribe të po.